Përshëndetje miq, rifillojmë sërish të takim duke kërkuar ndjesë për shkëputjet e internetit, janë gjëra këto që ndodhin në transmetimet e drejt për drejta dhe nga barës së rëndashi, përshëndetje miq të udhëtimit që na ndiqni javë për javë. Sonte ndalemi tek një jetë që ka kaluar mes disiplinës dhe dijes, mes uniformës dhe fjalës së mësuesit, një rrugtim që përfshin dy kohë, dy sisteme dhe shumë përvoja njerëzore. Jemi me një personazh që ka lindur këtu afro 8 dekada më parë në fshatin Kumbull të Selitës, në Mirdit, aty ku mendja të shkon tek kreshnikët. Zemra të rrëmbehet nga zanat e maleve, duke përfunduar në prehnin e lulezojës. Sonte udhtojmë me mësuesin dhe ushtarakun e karrierës, zotin Det Ramani. Zoti Ramani, mirë se erdhët në emisionin Udhtim. Mirë se u gjeta. Së pari më falni për ndërhyrjen, duhet të dim si ndiheni në këtë kthim pas, në kohë përmes këtij bashkëbisedimi në emisionin tonë për javshëm Udhtim. Po, s'pari herë duhet të përshëndes stafin e emisionit Udhtim, edhe t'ju falenderoj që më keni ftuar për të biseduar me ju për jetën time. Me thënë drejtën, çdo bised, çdo ashtu që të merr në drejtim të jetës, e të punës e që ke bërë, ka emocionet e veta se të rikujton, të bën të rikthehesh në kohë të ndryshme, e të kujtosh shumë gjëra të mira, të vështira, por edhe në një që nuk të pëlqen, por ka ndodhur. E vërtetë ashtu është në fakt, por nëse do ta nisim jetën tuaj si një udhtim simbolik, nga cili stacion do ta nisit ju? Po ta fillosh jetën nga para, normalisht që jeta fillon me pajisjen, me kulturë, me arsim, me dije, për të përgatitur për të ecur në jetë. Por po t'ishte sot, unë do kisha zgjidhur tjetër rrugë, nuk do kisha zgjidhur atë rrugë që kam pas detyrueshme me ecë. Do kisha zgjidhur rrugën që kisha dëshirë vetë për me shku. Sepse në atë kohë, ju e dini, edhe vetë nështë ta keni hasën do edhe kush do qoftë, është se ne kemi qenë të planifikuar edhe të qonin atje ku ti nuk dëshiroshe, por ishe i detyruar me shku me plotësu planin sipas rregullave të kohës. Ta nisim me jetën time kur në Kumbull. Unë faktikisht jam rritur një familje patriotike, e quaj, se ashtu ka qenë. Babën e kom pas në luftë me Serbin në Kolesjan, të Lumës, e kom pas luftë për çlimin e Burrelit në 43-shin, Agjën e kom pas Partizan, por kemi padur një rrezik në fshatin tonë. Për shembull, është fshat që ka ditë me i qëndrue besnikërisë njëri tjetrit dhe dashurisë. Për arsye se në kohën e çlirimit të adheut luftës së shqiptare, ne kemi pas reaksionin aty deri në 53-shin. Në Blaç të vogël, kanë pa bastanin aty, edhe shkëpotëshin her pas here për më ushqyën, në fshat do shkonin ata herë të shtëpi, herë tjetër, herë mbledhin të gjithë. Mi po e vërteta është që ne kishim dy krahë, edhe unë edhe fshatarët e mi. Kemi pas edhe në reakcion njerëz që kishim tafër, kemi pas edhe me Partizan njerëz tafër. Edhe majtja e ekuilibrimit të zonës time, të fshatit tim të vogël, ka qenë në atë mënyrë sa nuk u dëmtue asnjë. Mund të bini shembull konkret, për shembull që ka qenë për mbledhjen e armëve në 46. Në 46 për mbledhjen e armatimit. Vran kryetarin e Këshillit Nërshan, Kodërshan, vran Macan, kryetari i Këshillit Maca për Lat, edhe nisën në erdhën te kulla ime. Aty ishte planifikuar i mat Det Ramani për të pushkatuar. Ishin 3 ushtarë dhe komandanti 4. Vinë në shtëpi, oda e sipër ne kemi thënë kulla ose oda e burra. Oda e burra. Aty ishte mbushur plot me njerëz. Mi po këta ishin lodhur se kishin rënë kom se s'ka pas rrugat e makine. I matu thot që jeni lodhur, hani buk.
Një mihill nga Lek Bibajt, thot jo, nuk ha buk. Po me, ha buk bëj qatë dushi, thot baba bë. E urdhroj e komandë, i hori buk. Mas i hori buk, gjithat mirat, i matë ka qenë me ekonomi të konsoliduar, gjithë jetën. Edhe mas i hori buk, i thot, zbatot e tyri, i thot komandë i këti të Lek Bibajt, mihill që ushaj. A i thot, shiko, nastim njërë, thot, burë nane që ma prek Lezli Ramoni nuk ka, thot, se kam bukën në barë. Jo unë, pas ju, thot, s'ka. Atere, urdrojnë nëzirë një 2 fshatarë tjerë, gjoja se po i pushkatojnë, shtin lartë sivër. Improvizuar, sikur po. Më lodhën armët edhe ikën. Por, realisht, për shumë, kjo ka qenë një vështërsi e madhe dhe e kalimit të fshatit tim në demokraci. Kulla e Ramanit në selit të Mirditës është një kull me emër. Ka qenë në kryqëzatën e udhëve të rrugtimeve të prej Dibre në Mirdit, prej Mirdite në zonën e Burrelit, prej andej në zonën e Oroshit, pra ka qenë, i themi ne, kull buke dhe mikpritje. Por, pak më vonë, gati u shpall dhe kulak, pasi pasuria ishte më tepër se sa e tjerve. Si është kjo kontradikt si pas jush në këndin e sotëm? Në atë ko, një gabim shumë i ranë, unë e quj, e kam pa quj në atë here, për së matë me folë, e vërteta është që shpite e mira, shpite e kapura, po dhe me emër pa qënë të kapura, ka qenë në teun e luftës klasave. Edhe ka qenë porosi për mi i eliminue se me ja ullat autoritetin që kishin. Nërsa kulla ime ka 200 vjetë që është ndërtuar nga Golla Bordasit, është ndërtuar me gjitha elemente kullave që ka 2 shesheme, një çakma, sqoll, baja gjitha i ka në... Pra është një kull, do të thojo në muze, një kull që trashëgon vlerat ndërtimore të kullave tipike mirditore. Tipike, për shumë, dhe kishte edhe atë o gjakon asë si qua që hidhesh huj, prej në alto zifta qatë dushet e porta. është edhe sot. Në mënyrë që ujë nxehet të gjërë për ta mbrojtur, pra, për mos lejuar për të fundur pranë. Janë dëshmi këto ndërfime që edhe për brezat e rinj që të dinë se si ka funksionuar vetë mbrojtja. Qa veçëri dhe qanë ka kjo ku. E para sa ndërtuar, janë shkëput 2 bletë, një ka nga mali, një nga vahti i bletëve tonë, a fot brënën qakmo. Dhe 100 vjetë ka jetue bleta brëna. I merreshin 60 tokë me altë ose një kuintal, si sot. Kësaj blete. 2 herë shpëtuar kulla pa u djek. Një herë nga Serbin, 21-shin, në blasht malë, i të pot ka i thoshin ata në atë kohë. Serbi, kur ka marrë vesh sa është bleta aty, nuk e ka gjujtur. Sëpse bleta është... është bleta gjë shenjë të burë. Edhe Ahmet Zogu nuk ka pranu me godit, sepse ban një gabimat atë parte e mi edhe nuk ishin tërzu akoma. Edhe doni me djekullën, me ashtu. Kur ka marrë veç që bleta brëna, nuk ka guzur kush me prej. Pra një simbioze e bletës me banorët fisnik të asaj kulle. Për fat keq, kova është djegur në vitin 29, atë vit me vdiq gjyshi, linda dhe unë, mu do gjithë dhe kulla. E bleta brëna, vdiq brëna kullës. Në rëshen, shikosh flaka, ka që të nëjë po ishin, trartë e mëdhej për i pisha, bursa ati ka pas pisha që janë 20 metra të larta. Deri vonë ka qënë, deri sa i prendë, e i shkatruun në pyllëj, po ka qënë 20 metra edhe 1 metr ishte, e ma thepër ishte perimetri, dërshtu diametri kështu vetë, perimetri, i pishës. Në reqimi gjithë natën është pa edhe në rëshen. Kërë në djekë kjo është fatkesi, po, u dojqë bleda brëna, pas të s'kar ma bleda, se bleda kërkon edhe një fisikëri brëna vetë vetës, do t'jesh i pasër, se për nëshe bleda nuk të të. Pra është zëmëruar dhe bleta me atë vendim jo fort mirë, ose me atë djekët rasorë. Edhe thuhet, me që kam ledzuar që bëhet, për shumë që në qovë se nuk ka bled në rruzë dhe doktor, nuk ka asjet për njeriu. Pra një bleta, njeriu janë të lidhur njërë me tjetrin, kanë gjërat përbashkëta, ajo jeton me mërëtnesh, ne jeton me mërët, po ajo jeton me mërëtneshët, bleda vetë. Dhe
është kënaqësi gjithë ata që merren me rritjen e mbledhjeve, po të shikosh kanë një shpirt pas këtë. Është shumë favorizuese një gjë të tillë që shmerret me ta. Gjatë studimeve që kam bërë për të përgatitur për këtë emision, kam hasur në disa veti tuajat, por që 2 prej tyre janë më të spikatura. Epja e pasosur drejt dijes dhe disiplina e hehurt. Sipas jush, kush ka qenë? Ai ose pra prindi, ndonjë mësues, apo kush ka qenë idhull juaj që keni dashur ta keni simbol të jetës tuaj? Po, kjo bashkë me rritjen e njeriu, me linjen, me rritjen, formohet. Ne kemi pasi familjet madhe, nuk kemi qenë për shembull 3-4 veta, 5 veta, kemi qenë 14 veta të familjet, vetëm fëmi ishim 10 veta. A kupton? Mirë, po unë kujtoj kështu, që kur hynte babaj brenda, aty të gjithë ngriheshim kam. Nuk dishtoj, s'ta bërtistet në po shkulturë. Na jepte detyra, asnjë nuk i kundërshton, që në familje. Pastaj gjatë jetës shtu, ndodhe ja punë. Unë për shembull njeriu do të jetë edhe i vendosur për me bë punë dhe vetë detyra që i takon. Unë kam qenë shumë i vendosur për të vazhduar shkollën. Se ne kemi pas vetëm fillore, masi marrëshim filloren, jepshim provimi, kam dhënë ngrelu provimet. Me gjitha 10 kam qenë atë, ku pepesa kanë qenë atëherë të kohë. Dhe ku do të bënim ne? Për të vijuar ciklin tjetër, 7 vjeçar. Ose do të shkojmë me blektori, ose do të shkojmë në i punë kështu me krau, ose shkojmë me njerë, që shkojmë me shku. Ditërmisht do të shikoje. Ti ndoqe rrugën e shkollimit dhe shkuat? Po, edhe shkollimin do të dish se që më ka shty me shku në shkollë. Në shpinë tonë vini shumë njerë, skuadër. Po përmend disa. Lesh Marko ishte kryetari i lokalitetit Krushëri babës tim. Vinde shpesh ishte Kollos Burr, ishte i biri i Davës në Marko që ka prit Bajram Curit. Po të kish lezet shpirti kur e shikoje mora atje, ashtu ne na merrshin gjithë mime në gullët. Edhe njeriu ka dëshirë që të arrijë dikushit, bëhet si filani për shembull. Gjon Deda Mandeseni, një shkryetari i komitetit të Rrethit Mirdit. Shkryetari i Rrethit Mirdit, po ishte një burr me reputacion dhe figurë shumë shumë drejtë. Joni i shtëpisë tonë, plot mbi sa dush por nga këta ashtu edhe ka qenë edhe një daj babës, Xhi Hasani, oficer. Ai ishte kapitani. Kryetari i degës ushtarake të Mirdit, ish kryetari i degës. Po ishte Kollos, edhe duke parë kështu shef, mësuesi im, kam pas Mersim Tollin, kam pas Tom Kolleshin. Po Mersim Tolli ishte njëri që e mante vetën në mënyrë të përsos. Kisha qef. Edhe nga herë më thoshëm, atë kemë bëjave edhe unë si mësuesi që shkruaj. A më kupton. Se dashi për dashi, fëmia paraqitja e jashtme që sot i thonë performanca ose estetika. Kishte performancë që është zakon. E keni kultivuar që herë duke parë këto figura të ndritura të këto jo? Pas diskutim që po. Por nuk kam pas prirje për me shku ushtarak. Ushtarak kam shku më tepër nga ajo që, me thëmë të drejtë, ne ishim shumë vëllezër aty dhe dikush duhet të largosh, se nuk mund të rrinim gjithë në komunë. Me edhe dëllim tokë që kishim ne, kupton? Të vim si pas etapave. Ata nuk lëvisin, isha dytërume me shku diku. Të vim si pas etapave. Kërkova shkollë, edhe nuk ma dhanë, nëse dole mësus, nuk ma dhanë shkollë, me shku në shkollë. Pra, pas përfundimit 7 vjeçares, në Kurpneshe keni kryer 7 vjeçare me stadion, dhe pastaj keni shkuar në pedagogjike në Shkodër. Atëherë do po, djerë du të tregush në diçka që du të di. Për shembull, unë shkollën e kam marrë me shumë sakrificë, që është vështirë sot me marrë njeriu. Shkollë, 7 vjeçare. Ja di për ne shumë, halës time, Davës Nolleshit, e Nollesh Becit ka që martu, po më tha të marron, edhe mori realisht, mori një vit. Pastaj, u bashku me i qi dhe s'pat mundësi me majtë edhe e kam bërë në kam. Kumo Kurnesh, i thonë 7 kilometra rrugë në ditë. Për një fëmi... 2 ore gjys, shku, 2 ore gjys. Rreth 5 orë. Dhe rritë ti se qa ashtu, edhe detyra. Edhe mësimet i mësonin të gajës rrugës. Isha me Pjetër Leshin, do shta njëh Pjetër Leshin më kurtin, ma atë kom që shumë klase, kema fjetë të dy bashkë në i dhomë,
e shkonim Shkonin të vinit bashkë. bashkë të dy. Por është një savizë shumë e madhe. Bile kam një shembull, kam pasi idhur për pedagog, megjithëse ishte ushtrak. Zoti Martin ishte një Mark Arapi, jep të lanë eksakte. Dy akademik ishte. Një figurë Figur shumë e lartë dhe lartësuar në Shumë e lartë. Në autoritet absolut. Ai ka qenë në luftën nacionale shqiptare, ka qenë shef operativ në korpsin e Korçës. I hoqën të atje, e qunë Gadasër për ditës. Por ç'kësh shoh punën e tij në Gadasër, Sot e kësaj dite janë gjurmët nuk i ka më mirë se ai. Edhe mu më dhënë shumë. Bile u thotës, torp keni, ky vje prej kumë dhe këtu, edhe merë notën 5, ju me zi merë në Karavesh, në njëllë që tresh, shumë. Edhe e kom pas idhuri më të manë në jetën time, Mark Arapi. Emrat e lançuar janë emra vërtet të respektuar në historinë e Mirditës, që kanë lënë gjurmë të pashlyera. Përpos arsimit, ju keni edhe një karrierë ushtarake të gjatë. E çfarë do të thotë për ju që të vishit uniformën ushtarake dhe të shërbenit asaj për një periudhë të gjatë? Po, masi marova shkollën pedagogjike Shenaz Juga, dola mësus, në edhe një vit, edhe hika në shkollën ushtarake të artillerisë bashkëtare. Tiranë të oficerave. Aty kom gjetur komandant Mustafa Novi, një nga artillerët më të pjetë të Republikës Shqipërisë. Komandant i jashtë zakonshëm. Po ne, Bagdeti ka një tolerancë, ne jemi për anijet e për këto, për të mëllë të aguptan. Buzdetit, por asaj, është e vështirë, se ka shumë matematik, ka shumë gjëra që do t'i dish, por është e mirë, e bukur, vetëm se të jetë të ngullur, pikjat në vend. Për shumë, unë kom shok të mi, se s'ka nik nga do të vetëm deri komandë baterie, komandë toke, s'ko që më lartë. Se s'kishin ka me shku, e kuptonë, arma atil ishte. Ishte arma e tillë, pra Arma atil. cikli ishte mbyllur. Për ne këtu po, sepse kur ka ardhë artilleria britare se ka nërë një 5 bateri nga Bashkimi Sovjetik, një bateri britare e kishte komandantin, e kishte kolonel, Zëvendësin e kishte nën kolonel, major ishte komandantin drejtimit. Edhe ishte me 3 qikër. Zëvendësin, nësa komandantin ishte me makinë. Kishte makinë në vetë. Ka që ishte hierarkia? Ka që ishte hierarkia. Po, shku shë lartë me rogë edhe me detyrë, me grada. Nësa të ne një ashtu në trajton specialitet për trajtonin si gjitharësh, për shumë, si gjithë lojt e tjera. Gjatë karrierës suaj ushtarake, natyrisht keni patur shumë momente të vështira, por cili ka qenë momenti, do të thoja unë, më i vështirë që ju keni hasur dhe a jeni të nduar ndonjëherë për ta mbyllur karrierën? Në jetën ushtarake është edhe mirë, është edhe bukur. Jeta me njerëzit, me punësh me njerëzit, me ushtarët. Unë i kom dashur ushtarët, edhe më kanë dashur. Por nuk jam marrë me një që ishte i urtë, e bëndë në problem. Unë jam marrë me ata që ishin kapo, për shambull në ushtri, e marshin vetën. Por, kur ushtarit s'më zëmru. Edhe në qofë se, ja kom heq veshin, kur ushtarit s'më zëmru. Për kundërzi, nga puna që bëja me ta, me bo me, mos me më zbato detyrat në njëri, e kapshin vetë ushtarë, për shembull e banin qëtë. Mënyra se si ti e trajtoje, e detyronjën shokët që të... Po jam marrë me edukim gjithmonë, sa kom shku asnjëherë se kom heqë atë, edhe kur kom qenë komandant, pa komandant, gjithmonë jam marrë me edukim. Sa duket pedagogjike, ku do jam marrë pedagogjike, nga do. Studimet e vazhdueshme kanë ndikuar tek formimi juaj në raport me marrëdhënie me
Pedagogjika pa diskutim që është një nga shkollat më të mira edhe të asaj kohë, ka pas një infrastrukturë, pedagogjika shenjtas jugut se ka pas kush. Me pizë për atimi, me gjitha gjërat. Vetëm na merrte shkolla e asaj Zovit Rejnerës që ishte atje në fund. Ajo na merrte se kishte hapësirë shumë herë më tepër se ne. Në Shkodër, por ne shpesh herë dilshim kampion për shembull voleybol, kampion të shkollave të mesme. Lunim, por shkolla pedagogjike për mua është jeta më mirë e kaluar prej meje. Edhe ajo të mëson shumë, vetëm për mënyrën e dhënies së mësimit, kemi dhënë 22 metodika, se si jepet ky mësim. 22 metodika kemi dhënë mësim për dhënie mësimi. Jo, mirë për dituria, tjetër punë, po vetëm për metodik. Veç se mënyrën se si jepet mësimi. Edhe nga pedagogjia kanë dalë shumë njerëz të ditur, njerëz. Po natyrisht pedagogjika saj kohë ka patur emra cilësor shkencës shqiptare. Po, desha të përmendu se unë kam pas një shef arsimi ka qenë që kam pasitur për shembull. Ka qenë Jozef Prenga, shef arsimi, vitin na kontrollonte atje, na shikonte, na bonte, na jepte kurajo për të mësuar. Ish shefi arsimit vinte nga Mirdita? Nga Mirdita na mlidhte ne atje në Shkodër dhe kudo që kishte nxënës dhe studenta meritor. Kishte marrë ka vite atje të frymëzonte për të mësuar, për të nxitte. Dhe ai më ka qenë mu drejtor shkolle direkt sa kam marrë shkollën, ka qenë atje në Mërkurt. Kam hap 8 vjeçare në Mërkurt. Edhe një gjë do të them, që kur kam ikë nga mësuesi kam pas shumë fshatar të mi që pikonin qanin nga... Se na iku mësuesi dhe drejtori i shkollës. Pikërisht. Unë e kam ndërtuar pyetësorin tuaj detë dhe atraktive dhe për ata që na ndjekin. Vim për një moment tek vitet e ndryshimeve të mëdha, vitet 90. Si u përjetua kjo periudhë ndryshimesh tek strukturat ushtarake aty ku ju keni qenë? Po. Unë kam qenë me detyra jo të vogla. Kam pas fatin për shembull me qenë në një zonë e Karabrunit që ka qenë në atë kohë, që kemi shim linjë direkt edhe me udhëheqësin e madh. Ish komandantin, ish udhëheqësin? Udhëheqësi asaj kohe, sot quhet diktator, po në atë kohë. Dhe në momente që ka hyrë nëntesja ruse aty që ashtu, ai ka marrë direkt komandin tonë, një Razip Palia, e qushin, e ka marrë ashtu jep zjarr thuj nëntetës asaj gjujësit të gjuj. Bite. Mirë pa jo ditës ishte poshtë atje, po me radio e mërë të vesh, ta kupton. Gjujti, po pak me vones, a i ku më punë vetë. Pak të në tremb dhe iku, nuk në sulmoj. Jo mërë, po iku poshtë, e s'kizarë për... A i kishte një kalesa, duke me pa valë të utrandës. Nuk di dhe e punë, pa të erri. Dhe nërshime që kanë ardhë, ka patur reagime të ndryshme nga ushtarakët? Ka pas shumë, ashtu po ushtarakët kanë një gjë shumë bukur, më daq me ditë. Ushtarakët kur s'kanë zhvillu luftë klasash, se civila, si civila. Për shembull, ne kemi pas ushtar me bab pushkatu, kemi pas ushtar me babën komunist. Asnjëherë si ka pa kush, se qyshe ka, po si pas punës o vlerësu. Pra është zbatuar strikt rregulloria e funksionimit të partit. Vetëm si pas punës, le të thotë kush doje, flasësit doje, por ushtarakët nuk kanë pas luftë klasës. Kom pas si komandant që kom pas si hidhur, me thënë drejtë, nuk ka qenë imi, po ka qenë një Nujaku, komandanti i flotës, me vinte në Karabrun shpeshej. Se në Karabrun vishin e komandanti i flotës së Republikës, e? Të Republikës, Nujaku, i vllai Dedi Jaku. Doktorit kardiologut. Por më të lartë nuk kishe kone, ishte i lindur, kishte lindur me atë robën, ashtu dukesh. Mirë, erdhëm deri te, ne kemi pasur një farë, një ushtëri me një potencial të jashtëzakonshëm, me armatime, me municione, gjithsej me materiale tjera, por kanë qenë deri 20 miliard euro. Deri 20 miliard euro ushtria. Dhe ato procese demokratike ne nuk i kemi prit keq. Unë personalisht, me gjitha ishte në funksion që e dia që shkrihet të edukimit, unë personalisht nuk i kom prit keq. Për kundër asaj. Para arsye se kërkonte koha që nuk mund të rishi vetëm.
si një pik ujë në oqean për shumë, i vetëm, së mund të jetosh, do të jetosh si gjithë tjerë. Dhe ma forta ishte një shkati. Thoshim për shumë, jem të hecë në rrugë pa shkelme. Pse shkon në rrugë pa shkelme? Kush detyron? Shkojnë në rrugë si shkojnë gjithë tjerë, edhe ti hecë në atë rrugë. Pra na thoshin rrugë pa shkelme. Që këtu për shumë, edhe nuk jam elegjik për atë sistem, as pak. Po, jam për atë që 97-a ishte njolla ma zezë e shqiptarve, populli për shumë një gjitesh kundër oficerët, si që kishte po oficeri ati, nuk e di unë. A u të në lufton, të mi kanë vratë sa shokë në tepe të Shkodrës, por gjë ma keqe nuk kam pa në herë, që nuk ka nodhë në herë, në botë nuk ka nodhë kjo. Që popullit luftoj ushtërinë e vetë, populli vetë. Kjo, në këtë kuptim, thëmë, edhe dyta e shkatrojmë, mori gjitha ato gjëra që kemi patur, por një tankë sa kushton, por një anije, por një ashtu, i shkatroj kretë, ne kemi pas 4 nëndece. Do dish, profesor, se Jugoslavia që ka qenë gjitha ato shtete, ka pas 6 nëndece. Greku ka pas 2, ne kemi pas 4. Po ju dedikua një plan 5 vjeçar mbrojtjes. Kemi pas 4, e dyta. Ushtria nuk mund mash në atë mënyrë, sepse ishim shumë. Kishim shumë ushtri, shumë ashtu, dush, reduktur, dush, reformuar. Reformat dushin se zbanë, do të bashin, por me regullë, jo kështu këtë. Ti shiko sot, për shumë. Unë nuk jam me këte, për shumë, që rrinë të falë ata tokat që kanë qenë të ushtarëve, për shumë, jo, porte, jo, ku kanë qenë distorku ushtria. Do një plan masash, një plan aktiv, ku do të shpërndahet kjo ushtri që të mbrojë venin e vetë? Se do të mbrojmë, funit në mbrojmë nga natë sot, po do të mendosh me mbrojt vetë. Pika tuja, ku i ke, ku i së ke. Kjo jep hapësirë për abuzime, se që kanë borë dhe tani, po bëjnë prapë. Ta shti për të rikëthyër në po themi ne në hullinë e emisionit, do dohet ju pyesja, duke parë sot, si pensionist, si pas jush, çfarë ju ka dhënë më shumë ushtria? Forcë, durim, apo vetë përmbajtje? Ushtria... Personalisht ju? Mu personalisht ushtria më ka dhënë gjithë shka. Edhe durimin... Unë të pyeta drejt për drejtje, forcë, durim, apo vetë përmbajtje? Edhe durimin, edhe forcët, edhe vetë përmbajtje. Të trija mi ka dhënë që i kam pa ndashment në jetën time. Dhe nuk i ndaj do të edhe sot. Unë po tjetë puna për shumë, për të luftuar për atë, unë nuk më dhipë si të asgjë. Për të vijuar në pyetjen tjetër, po tashmë për arsimin, jo për ushtrinë. Krahas uniformës ju keni mbajtur edhe rolin e mësuesit. Çfarë do të thotë për ju të edukosh brezë? Po, të edukosh brezat e ri, për shumë, është një emision i jashtëzakonshëm për të rritur, për të edukuar brezin e ri. Është një emision që disa e përmushin tamam, disa shkojnë atje edhe ikin. Nuk janë të gjithë një lloj, por një mësues i mirë nuk mund t'i lajë nxënësit që të largohen pa ju dhënë programin e dur. Nuk mund t'i lajë ata, për shembull, duke folur ose vetë me një etik jashtë normave familjes e tjera me radha, a kupton? Por, ka 2 gjëra, që njeri ju do tjetë i nërgjeqëshëm dhe i përgjeqëshëm. 2 gjëra do tjetë. I nërgjeqëshëm e thëmë që do të punoj me nërgjeqët pastër mësusi për edukimin e fëmijëve. I përgjeqëshëm, kjo, i përgjeqëshëm do të maj përgjeqësi. Jo për shumë, unë e bëj një gabim, edhe hikim punë të minjë, sot që, kështu bëjnë sot të aktorë, nuk ma kush përgjithsi që, e shohim edhe sot, nuk ka rëndësi se kush e mori, e majta po e djata, s'më intereson hiq mu, po s'ma kush përgjithsi, nuk dënohet asë njeri për gabimet që banë, nuk e plogari, kjo është e keqja, po ishte si t'ishte po kështu, pale do ishim 5 herë po mirë. Si ish mësues, si e përjetoni, do të thojë unë, shkatrimin gradual të institucioneve arsimore?
dhe një farë mënyrë dhe të arsimit. Kam parasysh këtu që të orientohesh në përgjigje. Marim shemblin në Kurpnesh, ka patur shkollë të mesme, ka patur gjimnaz, ka patur bujqësore, ka patur 2-3 shkolla 8 vjeçare së kohë, dhe sot kanë mbetur me gishta, me nxënës numëruar. Natyrisht sipas te një mendim pa e futur në kanale politike, në cilësinë si ish mësues, të dhëmbë ky fakt. Jam pa tjetër që më dhëmë, po do të dish një gjë. Tani për shkakun, po të unë që e kam jetuar atë kohë, po edhe ti që ke jetuar disa gjëra, për shkakun po që kësh më përfshatrat tona, në mirë ditë, po edhe këtu, në shumë vene, pak këtu më ndryshe, pak në Lesh, janë mbyllur shkollat. Janë mbyllur shkollat për arsye emigracioni, janë mbyllur shkollat për arsye se mungesës investimeve, mungesës interesimit për t'i mbajtur. Por dhe një arsye tjetër, lëvizjes së popullatës drejt zonave urbane. Edhe ajo. Por për shembull, unë kam pa edhe fshatra për shembull që janë mrekullueshëm, na jep ai Mema. Marin Mema, Shqipëria tjetër. Një nga njerëzit, zoti ja shtoft tjetër, se është nga njerëzit më të mrekullueshëm që kam pa. Ai të jep fshatra që kanë qenë me 500 shtëpi, me 400 nxënës, me sa ashtu, dhe janë të eliminuar këtë. Për sa arsye? Për arsye. A di që duam ne sot, populli që do sot. 3 gjëra duam nga shteti. Ujë, drita, rrugë. Këto sa japin. Nuk është shumë, kjo kërkesë, nuk është shumë. Ti je sot pa ujë, pishëm, është skandal. Ti je sot pa rrugë, mos të kesh ku me çu prodhimin, mos të kesh ku. Ditërmisht i thotë tjetër të largo. Nuk na duhet gjë fasada para njerëzve. Njerëzit do t'i shikojmë. Ti duhet me të na dhimbni për ta se ku janë. Ti ndigjojmë. Për shembull, nëse ke vure edhe në zgjedhjen që bëjmë, qoftë nga 2 anë, nuk e kam unë me njërin e me tjetër, se unë jam si ti depolitizuar. Nuk e kam ma drejtim, po unë e shikoj në prizmin kësaj deputetet që i zgjedhin. Unë s'di që aktiviteti ka ky deputet që ka mu me më përfaqësu. Qa punë e ka po në jetën e vetë. Të dërojmë të nërpres delë, sepse ky emision që në krye të fillesave të ti është kemi dashur të mos merrem me politikë, por edhe të ndërpreva. Dhe tani të bëj një pyetje tjetër. Çfarë u keni dhënë nxënësve tuaj përveç programit mësimor gjatë kohës që keni ushtruar detyrën e mësuesit? Po, unë herë do të ishte për herë parë shkollën time 8 vjeçare e kam quar në konkurim me grupin artistik. Pra, plus mësimeve, bashim edhe grupe... Aktivitete kulturore, sportive kanë qenë qënë. Sportive. Edhe në sport, edhe në këtu. Të mos harrojmë për herë pare ka qenë trekanshi... Edhe kam zënë shpim të mirë. Po e them unë, ka qenë trekanshi mësim punë ka lidje. Po le që ka qenë trekanshi, kjo duhet, edhe sot duhet. Pra, përpos mësimit... Duhet, edhe stërvitja duhet, edhe aktiviteti sportiv duhet, edhe aktiviteti kulturor duhet. Është diçka që i kërkon vetë jeta mërë. A do talentet ti? Talentet gjithmonë nga shkollat kanë dalë. A mos vallë liria e tepruar ndaj nxënësve ka ndikuar në, po themi unë, në uljen e interesit për mësimin, se dhe mësuesi, stafi pedagogjik, zihet në pozitë vështirë teksa ka përballë, do të thojë unë, një brez që vetëm për të mësuar pak mëson. Tani unë po ma të qatë di unë për shumë se kam njekë për shumë edhe me mësimin. Unë kom pashku isha edhe oficer, i thoshe një mësusi, largoti se japun këto mësim. Edhe me knajësit më të madhe jepësha edhe mësim. Ka patur në atë ko, unë më ka nodhë, isha oficer në tërport ati, me vjen një vajzë Kulaku. Edhe më thotë, që gjë pashë dhe me shiko këto detyra. Kështë po detyrat, e nota 4, 2, që atë të mund 2. E mërë shikoj, asë një gabim. Asë një gabim, e pashë edhe i herë, po dhe shti i kanë plasë sytë, ti mësusi që i ka bu këtë notë.
Ai fëmijë, çfarë është ai? Kulak është ai? Ai s'kalin kulak. A më kupton drejt? Mesazhi është i qartë. Edhe unë i qoha një mesazh. Mesazhi është i qartë. Tani do të vazhdoj të pyes, le të mos i quajmë pyetjet befasueshme këto, por Jo, s'ka problem, okay. do t'ju pyes diçka rreth familjes, një reflektim sot për familjen. Sa ka ndikuar familja tek personaliteti juaj? Na thuaj diçka rreth familjes dhe diçka rreth edukatore Lizës, teta Lizës, së fëmijëve të mi. Po. Unë ta thash që jam rrit një familje patriotike me edukat thellë. S'kemi pas kulturë, mos mendoj se s'kemi pas ne familjarët komplet. Familje, çdo familje në fshat ka pas kulturë shumë herë, pavarësisht se u mundu me zëvendësu me njeriu njeri, por realisht ne kemi pas kulturë. Nuk kemi qenë pa kulturë, kulturën familjare kemi pas shumë të zhvilluar. Edhe jam rritur kështu për shkak. Kam pas një nanë fisnike, do të them vetëm një gjë që ta kuptosh. 10 fëmijë ishim, të agjës, ne ishin në një kushri aty, 10 fëmijë i kishte aty. Baba im kur nuk thoshte se të kujt janë të mitë. Një. Nanën time nuk e kam pa kur mos kish burr nënë që dallonte në pjatë kush e ka pjatën ndryshe nga tjetri. Të gjitha një lloj. Pastaj familja ime tjetër punë, unë për veten time jam me Lizën, jam njohur në pedagogjike. Që në Shkodër, që në pedagogjike. Që në pedagogjike, atje jemi lidhur bashkë me njëri tjetrin, ne kemi qenë besnik njëri tjetrit, vajtëm 53 vjet që jemi bashkë. Po Liza ka qenë një mësuese shumë e talentuar, realisht, për me fëmijët. Ka qenë talent i vërtet, sa edhe kur ecësha rrugës Vlorës, mi turreshin fëmijët mbrapa. Mësuesi njëri, mësuesi tjetri i turreshin me kap nga mbrapa. Ka qenë shumë e dashur me kalamajt, i kam mësuar shumë, dhe nuk kam që them ka po 40 vjet mësuese, asnjë cen nuk e ka pas në karrierën e vet, por veç flet lavdërimi ka marrë, por gjë tjetër nuk ka. Gjë tjetër. Dhe me Ndërsa me fëmijët e mi, fëmijët e mi merrni demokracia pak shpejt. ju keni vetëm djem në Djem, 4 djem ka. 4 djem. Merren shpejt demokracia dhe mikë. Jam shumë. Ju keni drejtuar në 2 sisteme, në 2 realitete shoqore. Çfarë keni fituar dhe çfarë keni humbur në drejtimin e 2 sisteme? Të koncentruar sa më shkurt. Në sistemin e parë, ne kemi punuar shumë, jo pak, po shumë. Atje kishte një mangësi shumë të madhe, sepse mendimi i lirë nuk ishte prasi. Të përfshi edhe unë që isha për shumë me detyra të larta aty, por ishte në kornizë. Çka thonë në veri, çka thonë partia, ta diskutojmë hidhëm veprim. Po dilshe nga ky kuadrat, ta prishin go. Nuk e harroj një shofer timin, një Skënder Qush, më lëp. Erdhi një skaf në doli aty nga i huj, e kape ky folje anglisht me te. Tani prej këtyne nesh, prej ati të sigurimit asin se dita anglisht. Jo që i tha, që tha që jam në pitasie. Jo këte, jo nej, 5 vjetë burë kapa. Në fillimet e mija, ku kam qenë oficer në Vlorë, ka në kjo në gjari. Edhe u habitëm, në gjithë u habitëm, si ka mund si të dënohet njeri u për një fjallë. Vedëm se e pyti s'ka fisni, a i u naluë. Ju dha drejtimi atë anë e dur, po vetëm se që e ke thonë ti nuk e dit a i, si që e ke thonë. A mendoni se E kam fjallë do. figura ushtaraku dhe figura e mësuesit është respektuar në 2 sistemet? Në fakt, do të me qënë në gjeshëm, për shumë, ushtaraku në atë kohë nderohesh, respektohesh. Nësa sot, ushtaraku ka nivelli më të ullë të respektimit. Po do të them një gjë për ushtaraku. Për ushtaraku të si puna e prendis. Kur bubullim, ka bubullim këzimi dhe i lutën i Zotit. Kupton? Nërsa për ushtrakët tani i qënë me tonë, po me marë lufta, gjithë ushtrakët do i drejtojnë si.
Për mu, drejtim të ushtrakëve ka shumë mungesa të tupë. Ne nuk trajtojmë si ushtrakët e NATO-s, trajtojmë shumë keq. Ushtrakët ynë merr një pagë që është pagë, merr një pagë sa një nën punës, si thjesht. Sa një nën punës. Nërsa unë kom pas rogën më të madhe se sa një antari sekretari Komitetit Partisë me fjala. Atëherë, unë kom pas 10.500 ose 11.000 lekë. Ka shkoda 9.000 lekë ka pas sekretari parë asaj kohë. Pikërisht, për ne po them unë, atëherë ushtraku vlerësosh. I ftuari i sotëm ose i këtij edicioni. Jo, më falë se nuk thash për mësuesi. Po. Mësuesi shkurt mësuesi për shkakun duhet të respektohet më shumë. Duhet të respektohet më shumë. Më shumë. Zoti Ted Ramani ka levruar të shkruar në që herët, që para viteve 90 ka shkruar në gazeta të ndryshme të kohës dhe pas vitit 90 dhe është autor i librave Lulezoj, Arom Lulezoj, Korbi Aleksandrit, Ramanin Selid dhe Vitet e kujtesës, si dhe ka ndërshkrim disa libra të tjerë. Tani do të pyesja rreth Dedës tashmë si autor librash, si publicist, si shkrimtar, si ndjeheni sot teksa vështron udhëtimin tuaj ndër vite? Shikoj. Unë do të them një gjë, përshkrimi është një dhunti që jepet njeriu, është vullnet, edhe guxim. Për me dalë me libër ti vetë autor, librash, po do dhe guxim. Për librin e parë kam pas shumë vështirë. Por realisht, po ti kisha grumbulluar edukimin që kom bërë shef, më bëshin një 5-6 vëllime. Libra, po ti kisha grumbulluar. Por ato nuk i kam rujtur, edhe jo se kanë qenë politika, asnjëna politika, vetëm edukim. Nërsa këto që kam bërë, e kam ndjerë të domosdoshme që të lënë diçka trashëgim fëmijëve, edhe njerëzit kush dojnë me lexu, dhe mu më kanë pritur mirë gjatë leximit, gjithë edhe publiku, edhe dashamir, edhe pa dashamir, kush i ka lexuar, mi ka vlerësuar librat, dhe jam i kënaqur me aq sa kam shkruar. Shkruaj në herë Në fakt libri Lulezoj ka marrë shumë audiencë, po në shijet e mi artistike mua më ka pëlqyer më shumë Korbi Aleksandrit, nuk e di pse. Po. Korbi Aleksandri është i veçantë, ka shumë etnokulturë brenda, ka shumë zakone jashtëzakonshme të vjetra, e ashtu janë të përmbledhur aty. Por do të dish një gjë, nuk është asnjë gjë që e kam kryer vetë. Është e mbështetur në historinë Tapan, në Gojdhana. Jo, më janë të reale, janë reale, vetëm se i kam shkruar. Histori gojore quhet jo, trashëgimi letësi gojore. Ka ashtu se ka pa bën një libër, një Lekbeci, ka pa bën për do tregime ashtu, po unë i lexoj ato, po siç i njoh unë ato realitete, nuk i ka nxjerr ashtu si duhet. Për shembull, është besa e qokë. Po është diçka shumë madhështore, është madhështore saktë. Edhe me e përshkruar bukur. Edhe ti me papa do kishe pa madhështore. Që gjaksi është mirë pritur dhe është tërguar në besë. Ka thënë besë, ka thënë ashtu. E tjerë, ke sa dush tregime të bukura. Edhe ne sidomos në malsorte dhe miritorët e zadrimort kanë tregime të jashtëzakonshme, kanë tregime të jetura. Edhe me bomi mos me lën ferrave të fshehura, po të nxjerrësh në dritë. Janë shumë edukative. Është shumë edukative. Për aktivitetin tuaj, për punën tuaj ndër vite, jeni vlerësuar nga institucione të larta shtetërore, që nga Presidiumi i Kuvendit Popullor dhe vlerësimet të tjera, për të ardhur dhe në vlerësimet e ditëve të sotme. Po kush është Ted Ramani përtej këtyre vlerësimeve? Shiko. Deda ka pas një cilësi. Ted Ramani është në radhë parë vetvetja. Kur nuk mundet kush me më fut më për grupe, që më bëkur, as atëhere, as sot. Për që më thuj që atë mund, ose bashkoh me i tjetër, për cëllmu tjetëri. Unë gjithmonë jam Deda, si më shef. Si sot, nesër edhe desar desh. Jam Deda që nuk në shidon.
Po si ka mundësi që një pjesë të thonë je shumë liberal, Kanë nësa menuar, një jo, pjesë... asnjëherë liberal, më kanë ba thonë, më kujtohet një shok timi që ishte spion atëherë, më thoshte je Me spionat liberal, po nuk liberal i mirë, thotë punën e banë. Kur një time s'u ka kritiku kush për punë. Vetëm kanë kritikuar që duhet një më shumë Në kuptimin liberal, tjetër. A kupton? se ti njivesh në anën tjetër si me pikpamje, unë s'doja të thoja si komunist, nuk doja të thoja kështu, po në këtë linje ishte ky liberalizimi që... Ti me thu kështu, po më është të gjithë më akuzojnë se jam më tepër demokrat se komunist. Por unë nuk e mohoj, kam qenë, kam punue, por unë jam më atë, sa për ta dish mirë, jo gjithë shka në atë kohë ka qenë e keqi. Jo gjithë kuadrat kanë qenë të pa vlera, kanë pas skuadra shumë e vlera, shumë të avë dhe shumë të zotë që kanë punua, kanë djerësit për popullin e vetë, pa fituar gjë. Jemi futur në pjesën e pyetje reflektuese dhe do t'ju pyesja, a ka diçka që do ta bëni ndryshe sot? Pra duke patur udhëtimin tuaj në memorie, apo mbetin atë që theje që unë mbetem jam ai dhe do t'jem ky që jam? Jo, unë nuk mundem me thënë se do t'a kisha bën ndryshe, për momentet që kam qenë punë. Po t'isha me fillu jetën nga para, do t'ishte tjetër punë. Do kisha marrë rrugë tjetër. Cili do t'ishte mesazhi juaj për të rinjt që fillojnë të ndërtojnë rrugën e tyre? Po, mesazhi im është kjo, që ata duhet t'i përvishen punës, t'i lajnë lojnat e kotat, t'i lajnë celular e t'i panë për filma, po t'i përvishen punës e t'punojnë. O të mësojnë, o të morin zenat. Të dyja janë pozitive. More profesioni, nuk t'le pa bukë. More shkollën, dytërmisht do t'arrish dikush. Po jo të meresh me gjërat koti, edhe me sport, kryvepër, edhe me gjitha gjërat. Por mu marë me lojnat kotat këshia, nuk ba në shëfë. Ne kemi shumë problemin e edukimit se është për të mritur zoti Det në pyetjen finale do thoja unë. Nëse këtë udhëtim do ta përmbyllim me një fjali, cila do të ishte ajo që përmbledh udhëtimin tuaj? Me një fjali shkurt. Cili ka qenë udhëtimi juaj? Ka qenë njëri që thoshte vëlla, thote po të shkruaj gjatë se s'kam kohë me të shkruaj shkurt, me të fol shkurt. Edhe udhëtimi im një jetë, për shembull, për shkurt, është njeriu me udhëtimi i sigurt, me hap i vendosur, me hapat vendosur, i sigurt, me nëshmëri dhe përgjithshmëri ku do punë që të kanë caktuar. Por, unë kom pas një ndjenjë, ndoshta, si ta them ty, gjithë jetën e kom pas një ndjenjë me bë mirë. Në çdo lloj pune që kam qenë, e kam pas një veç me bë mirë. Që nga komandantoj, kam pas kredi deri në divizion me bë mirë. Edhe këtë e kam vazhduar. Ju ka udhëhequr gjatë gjithë jetës tuaj mirësia. Ndjenja ime veç me bë mirë. Mirësi. Atëherë të nderuar miq që na ndoqët. Sonte u thuam në një jetë të jetuar me përgjegjësi, përkushtim dhe qetësi. Faleminderit zotit Det Ramani për këtë rrëfim njerëzor, të qiltër dhe tepër domethënës. Deri në emisionin e radhës, mirë dëgjofshim së bashku me mikun tim, zotin Agustin Cien Marini.